Profesor, një start me fitore për ju. Besoj që i kënaqur nga fitore, por lojë e zhvilluar? Po sigurisht jemi të kënaqur, me qenë se edhe kundërshtari nuk ishte i barabartë, por unë mendoj që me kalimin e kohës do të bëhem edhe më të mirë. Sigurisht me kundërshtar tash kemi radhën kundërshtarin më të fortë dhe shpresoj që do të arrijm një rezultat pozitiv. Se sigurisht kam ardhur ta shtojmë të ndjem, kanë kvalitet, kanë thënë edhe më herët, ku mendoj që do të jem arre fort sigurisht për çdo kundërshtar. Sa i kënaqur me zhbllokimin e sulmit ndoshta? Po nuk jam i kënaqur mirë me sulmin sepse shumë hoqëm, mirë po edhe shënum, kështu që prap e kemi një kohë libër ku mendoj se sido që të jetë kemi 6 gola të shënuara dhe unë jam i kënaqur. Sa ndikim kishte dora juaj sot tek skuadra? Po nuk mendoj që kishte shumë ndikim, po me kalimin e kohës po shoh një fytyrë pak diçka. Ndoshta po me kalimin e kohës mendoj që do të kthjellem, do të jemi edhe më të mirë. Do të jetë ndikimi sigurisht. Do të shihet ndikimi me disa ndeshje të ardhshme do të thotë. Mendoni që kjo skuadër ka më shumë forca për të shkuar me ne? Po sigurisht që ka forcë më shumë sepse unë mendoj tek ta djem se kemi kualitetin, kemi potencialin, unë mendoj që ju ka desh vetëm kjo një fitore pak që ta kthejmë atë moralin dhe karakterin tonë. Do të jetë ndeshje me Shirokën prova e forcës? Po sigurisht aty do të jetë një sprovë për neve dhe mendoj që do të dalemi në rezultat pozitiv, do të luajmë për një rezultat pozitiv. Do të përgatitem gjatë tërë javës për një rezultat pozitiv. Duket se besoni shumë këtë gjë. Shumë besoj. Mos me besu nuk kisha ardhur këtu. Kam pas oferta në Kosovë, po kam lënë ofertat dhe kam marrë këtu. Sepse pritja ka qenë fantastike dhe jam shumë i kënaqur. Faleminderit. Shumë sukses. Faleminderit edhe juve.